Gjesti tallet me Jozin dhe e provokon me batuta ironike, duke shkaktuar të qeshura dhe tension mes banorëve, ndërsa të gjithë banorët ndodhen në sallon duke biseduar dhe bërë shaka. Gjesti, si gjithmonë, nuk humb rastin për të thumbuar Jozin. Ai e shikon atë me një buzëqeshje ironike dhe, me një ton provokues, i thot: "Hëmë Jozi, ti trupin e paske të madh, po trurin e paske më të vogël se një arë. Po jo vetëm kaq, ka diçka tjetër të ty që është më e vogël." Dhe e shikon me një vështrim ngacmues. Banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Jozi ngre vetullat dhe e shikon Gjestin me habi. "O Gjesti, kujdes çfarë thua, se mos del ndonjë sekret për ty që s'ta pret mendja." Ja kthen Jozi, duke u përpjekur ta mbajë situatën nën kontroll. Gjesti vazhdon të tallet dhe e ngacmon më tej. Ha, çfarë sekreti më Jozi? S'ka nevojë për sekrete, se çdo gjë shihet me sy të lirë. Ti je si ato paketimet e mëdha që brenda kanë shumë ajër e pak produkt. Banorët e tjerë qeshin dhe disa prej tyre fillojnë ta ngacmojnë edhe më shumë Jozin, duke e shtyrë të reagojë. "Jozi, si thua? A ka të drejtë Gjesti apo do na provosh të kundërtën?" Ngacmon Rozana me të qeshur. Jozi e shikon Gjestin me një buzëqeshje të përmbajtur dhe i afrohet duke e shtyrë lehtë me shpatull. "Hajt më, mbaje mend këtë, se do të ta kthej unë ndryshe. Kujdes nga karma, Gjesto." Por Gjesti nuk e lë me kaq. Ai e shikon me ironi dhe i thot: Ha, Jozi, unë nga karma s'kam frikë, po ti ke frikë nga e vërteta. Hajt, lëre këtë muhabet, se s'ke për të më kapur dot me fjalë." Situata bëhet edhe më gazmore, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë të komentojnë batutat mes dy djemve. Jozi duket i përmbajtur, por e ka marrë si sfidë për t'ia kthyer Gjestit në një moment tjetër. Kjo përplasje mes tyre vetëm sa po bëhet më interesante. Gjesti ngacmon Olën me një batutë flirtuese dhe krijon një atmosferë lozonjare në shtëpi, ndërsa ndodhen në obor. Gjesti dhe Ola shkëmbejnë batuta mes njëri tjetrit dhe, si gjithmonë, Gjesti nuk lë rast pa e ngacmuar. Ai e shikon me një buzëqeshje të lehtë dhe, me një ton lozonjar, i thot: e vogël je ti, por unë të mbaj në ajër. Nuk të lë as të prekësh këmbët në tokë." Ola qesh, duke tundur kokën me habi. "Hëmo Gjesti, s'po na lërehat fare, gjithë këto fjalë të ëmbla. Çfarë po përpiqesh të bësh?" I përgjigjet ajo me ironi, ndërsa e shikon drejtë në sy. Gjesti, i njohur për lojrat dhe flirtet e tij, vazhdon ta ngacmojnë, duke e marrë për dorë dhe duke bërë sikur do ta ngrinte në ajër. Ai i afrohet edhe më shumë dhe i thot: "Unë ta kam thënë, s'ka rëndësi sa e vogël je, unë të mbaj. Ti veç më beso, se unë jam djalë i fortë." Ola qesh me të madhe, ndërsa banorët e tjerë, që po i shikonin nga larg, fillojnë të bëjnë zhurmë të komentojnë: "Po shiko Gjestin si po e gjuan Olën. A është ky fillimi i një romance të re, apo thjesht një shaka?" Pyet një nga banorët me të qeshura. Gjesti, i vetkënaqur nga reagimi që mori, i bën një shenjë syri Olës dhe i thot: "E sheh? Tani të gjithë po flasin për ne. Hajt, ta lëm të vazhdoj loja." Ola, megjithse e di që Gjesti është tip lojtar, nuk mund ta mohoj që i pëlqen vëmendja dhe ngacmimet e tij. Situata mbetet e hapur dhe mbetet për t'u parë nëse ky flirtim është vetëm një lojë apo diçka më shumë. Ola dhe Jozi bashkojnë forcat kundër Gjestit, tallje, ironi dhe një debat i nxehtë në shtëpi. Në një moment të papritur, Ola dhe Jozi vendosin të bëhen aleat për të ngacmuar dhe provokuar Gjestin, duke e vënë atë në qendër të talljeve të tyre. Ndërsa ndodhen në obor, të dy fillojnë ta ironizojnë Gjestin për sjelljen e tij brenda shtëpisë, duke e cilësuar si një fëmijë të vogël. Jozi, me një buzëqeshje ironike, i drejtohet Gjestit: "Ore, ti je akoma beb, s'ke dalë akoma nga pelenat. Si ka mundësi që ti e merr gjithçka si lojë?" Ola qesh me të madhe dhe e mbështet Jozin duke thënë: "Po pra, Gjesti, je si një fëmijë që qan kur nuk i shkojnë gjërat siç do vetë." Gjesti, i njohur për krenarinë e tij dhe për mënyrën se si nuk i lë të tjerët ta tallin, nuk e pranon lehtë këtë situatë. Ai i shikon të dy me një vështrim sfidues dhe përgjigjet: "Hë pra, ju duket vetja shumë të rritur ju të dy? Ju mendoni se unë jam beb, por në fakt, ju jeni ata që s'dini si të luani këtë lojë. Ndaj keni mbetur duke u marrë me mua." Ola dhe Jozi nuk ndalen me kaq.
Ata vazhdojnë të ngacmojnë gjestin duke e imituar dhe duke e quajtur bebi për këdhelur, ndërsa banorët e tjerë i shikojnë me kurreshtje dhe disa prej tyre qeshin. Në një moment, Ola e imiton mënyrën se si flet dhe si silet gjesti, duke bërë që Jozi të shpërthejë në të qeshura. Unë jam gjesti dhe dua të jem gjithmonë në qendër të vëmendjes, thot ajo me një ton të egzageruar. Situata nis të nxehet dhe gjesti, i irrituar nga ngacmimet, u thot atyre të dy që po e teprojnë, shikoni punën tuaj më mirë. Ju që po më tallni mua, por vetë as lojë nuk dini të bëni. Nuk kam pse të merrem me ju, thot ai, duke u larguar i nervozuar. Por Ola dhe Jozi nuk ndalen dhe vazhdojnë të qeshin, ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet edhe më elektrizuese. Nuk dihet nëse ky debat do të mbetet vetëm si një shaka apo do të çojë në një përplasje më të madhe mes tyre në ditët në vijim. Laerti dhe Gerta përplasen ashpër në mes të shtëpisë, tensioni mes tyre arrin kulmin, ndërkohë që banorët ndodhen në sallon dhe po diskutojnë për nominimet dhe strategjitë e lojës. Një debat i fortë shpërthen mes Laertit dhe Gertës. Situata nxehet brenda pak sekondash dhe të dy fillojnë të bërtasin njëri tjetrit. Ti nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të fusësh hundët në punët e të tjerëve, i thot Laerti me nervozizëm, duke e parë Gertën me inat. Gerta nuk qëndron e heshtur dhe ja kthen menjëherë, ti s'mund të më mësosh mua se si të flas apo si të veproj. Unë thjesht them të vërtetën dhe ti nuk e duron dot. Laerti, tashmë i acaruar, afrohet edhe më shumë dhe e shikon me përbuzje. Po cila e vërtet moj Gerta? Ti je thjesht një gazetare e mbaruar, që vetëm flet kod dhe shpik gjëra për të bërë zhurmë. Banorët e tjerë ndalin bisedat e tyre dhe fillojnë të ndjekin me vëmendje debatin. Disa prej tyre përpiqen të qetësojnë situatën, por Gerta nuk ndalet. Unë gazetare e mbaruar? Hajde dëgjo çfarë thot. Po ti je thjesht një njeri pa personalitet, që s'ka asnjë vlerë për këtë lojë. Bërtet ajo, duke i bërë me dorë Laertit. Laerti qesh me ironi dhe vazhdon, e po normal që do e thuash këtë, sepse e di që nuk ke asgjë tjetër për të ofruar këtu. Flet gjithë ditën për të tjerët sepse ndryshe s'të përfill njeri. Situata sa vjen dhe acarohet më shumë, dhe disa prej banorëve fillojnë të ndërhyjnë. Hajde, mjaft tani se po e teproni, thot Rozana, duke u përpjekur të shuajë debatin. Por Gerta dhe Laerti nuk ndalen. Unë të paktën nuk bëj lojra të ndyra dhe nuk manipuloj njerëzit si ti, i thot Gerta me zë të lartë. Laerti ja kthen menjëherë, ti nuk ke as strategji, as lojë, as gjë. Je thjesht një llafazane që mundohet të tërheqë vëmendje me debate boshe. Banorët shikojnë njëri tjetrin të habitur nga intensiteti i debatit dhe duket qartë se kjo përplasje nuk do mbarojë shpejt. Tensioni është në kulm dhe pyetja e madhe është, a do arrin të pajtohen Gerta dhe Laerti, apo ky debat do t'i kthejë ata në armiq të përhershëm brenda shtëpisë? Debat i ashpër mes Gertës dhe Laertit, tensioni shpërthen në shtëpinë e Big Brother. Mbrëmja nis e qetë në shtëpinë e Big Brother, por papritur një debat i fortë shpërthen mes Gertës dhe Laertit, duke i lënë banorët të habitur nga intensiteti i përplasjes. Gerta, e nervozuar nga disa komente të Laertit, i ngre zërin dhe i thot prerazi, ti je një manipulues i pa skrupull. Nuk mund të durosh askënd që të kundërshton dhe vetëm luan me njerëzit këtu brenda. Laerti, i qet në fillim, buzëqesh me ironi dhe i përgjigjet, po shiko kush flet. Ti je personi më i hidhur këtu, gjithë ditën duke kritikuar dhe ofenduar të tjerët. Mos kujto se je më e mira. Gerta nuk përmbahet më dhe, me një ton gjithnjë e më të lartë, i drejtohet, ti nuk ke as ndjenja, as ndërgjegje. Je thjesht një psikopat që sillet sikur i di të gjitha. Manipulon, ofendon dhe bën lojra të pista me njerëzit. Banorët mbeten të habitur nga fjalët e saj, ndërkohë që Laerti ngre vetullat me ironi dhe i afrohet duke thënë, psikopat? Po ti moj Gerta je një shpirtkeqe që vetëm për veten tënde mendon. Ti s'ke bër asgjë tjetër këtu përveç se ke futur përçarje mes njerëzve. Gerta, tashmë e acaruara në maksimum, tund kokën dhe i thot, të paktën unë nuk shtirem si ty. Ti je i rrezikshëm, sepse bën sikur je i sjellshëm, por në fakt je një mashtrues i madh. Situata bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Banorët përpiqen të ndërhyjnë, por Gerta nuk ndalet, ti nuk ke fare karakter.
E kupton që askush nuk të beson më. Ti mendon vetëm për lojën tënde dhe as që të intereson kush lëndohet rrugës. Laerti, tashmë i nervozuar, bërtet, dhe ti kujton se je më e mirë? Ti je një hipokrite që flet për moral, por në fakt je e pabes. Gjithë ky viktimizim yt është qesharak. Disa banor përpiqen të shuajnë debatin, mjaft tani, po e teproni. Thot Rozana, duke tentuar të ndaloj përplasjen. Por Gerta dhe Laerti vazhdojnë të debatojnë, ndërkohë që tensioni në shtëpi arrin kulmin. Pyetja që mbetet është, a do e kalojnë këtë përplasje, apo ky debat do t'i kthejë ata në armiq të përhershëm. Debat jashtër mes Rozanës dhe Danjës, akuza të forta dhe tension në shtëpinë e Big Brother. Gjakrat janë ndezur sërish, këtë herë mes Rozanës dhe Danjës, të cilat kanë pasur një përplasje të ashpër me akuza të drejtpërdrejta dhe ofendime të forta. Gjithçka nisi gjatë një bisede në kuzhinë, ku Rozana, e irrituar nga disa veprime të Danjës, vendosi të shprehë mendimin e saj pa doreza. Ajo e akuzoi Danjën se po e përdor trupin e saj për të tërhequr vëmendje dhe për të pasur ndikim në shtëpi. Ti vetëm për vëmendje je këtu. Gjithë ditën me rroba të ngushta, duke nxjerrë trupin dhe duke provokuar. Pastaj çuditesh pse të tjerët flasin për ty. Tha Rozana me një ton të ngritur, duke bërë që disa nga banorët e tjerë të kthenin kokën nga debati. Danja u ndje e fyer dhe nuk vonoi t'i përgjigjej. Rozana, ti nuk ke të drejtë të më gjykosh. Unë vishem dhe sillem si të dua, nuk kam nevojë për lejen tënde. Nëse të shqetëson kaq shumë, mos më shiko. Por Rozana nuk u ndal këtu. Ajo e quajti Danjën të pamoralshme, duke nënkuptuar se mënyra e saj e të sjellurit nuk ishte e përshtatshme. Moralin as që e nje. Ti je e gatshme të bësh gjithçka vetëm për të marrë pak vëmendje. Nuk e di si nuk të vjen turp, tha ajo, ndërkohë që tensioni sa vinte e rritej. Danja u acarua akoma më shumë dhe ju afrua Rozanës, duke i thënë me një ton të ashpër, ti je njeriu i fundit që mund të flas për moral këtu. Shiko veten tënde përpara se të më gjykosh mua. Disa nga banorët e tjerë ndërhyn për t'i ndarë dhe për të qetësuar situatën, por debati la pas një atmosferë të rënduar dhe një raport të prishur mes dy vajzave. A do të arrijnë ato të sqarohen apo ky konflikt do të thellohet edhe më shumë? Kjo mbetet për t'u parë në ditët e ardhshme. Gjesti bën një plan me Loredanën, një lidhje e re me përloj, gjatë një bisede të fshehtë në një cep të shtëpisë, Gjesti dhe Loredana duket se po kurdisin një strategji të re që mund të trazojë ujërat në Big Brother. Teksa u ulën pranë njëri tjetrit larg syve të banorëve të tjerë, Gjesti nisi të flasë me një ton serioz, duke i propozuar një ide interesante Loredanës. Dëgjo, i tha ai, duke u siguruar që askush nuk po i dëgjonte, kam një plan që mund të na çojë shumë larg në këtë lojë. Po të lidhemi bashkë, qoftë edhe për lojë, do të bëjmë bujë dhe do të marrim shumë vëmendje. Publiku do të flasë për ne dhe asnjë prej banorëve nuk do ta presë këtë. Loredana e shikoi me një buzëqeshje intriguese, por nuk u shpreh menjëherë. Ajo dukej e intriguar nga ideja, por gjithashtu edhe skeptike për qëllimet e vërteta të Gjestit. E ke seriozisht? Ti e di që unë nuk dua të përfshihem kot në gjëra të tilla, i tha ajo, duke ngritur vetullat. Gjesti, duke parë që ajo po e mendonte, u përpoq ta binte më shumë. Ai e siguroi se kjo do t'i ndihmonte të dy për të vazhduar lojën më gjatë dhe për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Shiko, edhe po e bëm, nuk është se po i detyrohemi askujt. Kjo është lojë dhe ne duhet ta luajmë mirë. Të gjithë këtu brenda janë duke bërë skema, kështu që pse të mos e bëjmë edhe ne? Do bëjmë si kur jemi çift, do krijojmë ca drama, do xhelozojmë të tjerët dhe bohem, jemi kryefjala e shtëpisë. Loredana u mendua për disa sekonda, pastaj e shikoi me një buzëqeshje të lehtë dhe tha, "Hërmëm. Më pëlqen si ide, por unë e dua lojën time të pastër. Se dia më hyn në punë një lidhje false. Gjithsesi, më lër ta mendoj dhe do të jap një përgjigje më vonë." Gjesti u duki kënaqur që ajo nuk e refuzoi menjëherë dhe buzëqeshi i sigurt. Por pyetja mbetet, a do të pranoj Loredana të bëhet pjesë e këtij plani? Dhe nëse po, si do të reagojnë banorët e tjerë kur të shohin një lidhje të papritur mes tyre? Drama sapo ka filluar.
Sherr mes Danjës dhe Rozanës, akuzat për interes dhe hipokrizi në një moment tensioni në shtëpinë e Big Brother, Danja dhe Rozana përplasen ashpër, duke shkëmbyer akuzat të forta. Danja, e irrituar dhe e bindur se Rozana po luan një lojë të dy fish, e akuzon atë hapur se qëndron pranë Gjestit vetëm për interes. Ti je një njeri pa fytyrë, Rozan. I tha ajo me një ton të lartë, duke e shikuar drejtë në sy. Gjithë kohën qëndron me Gjestin vetëm sepse të intereson të jesh në qendër të vëmendjes dhe të përfitosh nga loja e tij. Ti nuk ke as pak dinjitet dhe as nuk të intereson nëse ai po luan me ty apo me të tjerët. Rozana, e kapur në befasi nga sulmi i papritur i Danjës, ngriti vetullat dhe u mundua të ruante qetësinë, por nuk mund të mos e kundërshtonte atë që po dëgjonte. Po ti kush je që të më japësh leksione mua, i tha ajo me ironi. Më shikon mua të rri me dik për interes? Unë të paktën nuk kam nevojë të viktimizohem si disa këtu brenda për të marrë vëmendje. Dhe po, qëndroj me Gjestin sepse dua, jo sepse më detyron dikush. Danja nuk u tërhoq dhe vazhdoi të sulmonte. Ajo e akuzoi Rozanën se e dinte shumë mirë që Gjesti po e përdorte, por sërish vazhdonte të rrinte me të, duke mbyllur syt për gjithçka. Ti je e pafytyrë, Rozan. Në fillim mbaje anën e vajzave këtu dhe bëje sikur po i kuptoje, por tani ke kaluar në anën tjetër. Ke harruar si qaje për Eglin? Si thoshe që Gjesti e përdori? Po tani çfarë ndodhi? Apo është më e lehtë të jesh me atë që ka më shumë vëmendje? Banorët e tjerë, të cilët po dëgjonin nga afër këtë debat, nisën të komentojnë mes tyre dhe disa prej tyre dukeshin të pajtoheshin me Danjën. Rozana, nga ana tjetër, nuk e pranoi asnjë nga akuzat dhe tha se Danja thjesht po përpiqej ta ulte për ta bërë veten të dukej më mirë. Unë nuk I jap llogari askujt për vendimet e mia, sidomos ty, tha Rozana, duke u larguar me nerva. Duket se ky debat I ka thelluar edhe më shumë përçarjet mes banorëve dhe tani mbetet për t'u parë nëse ky sherr do të ketë pasoja më të mëdha në marrëdhëniet e tyre brenda shtëpisë. Gjesti ngacmon Danjën dhe bën një koment që ndes reagime në shtëpinë e Big Brother gjatë një bisede të zakonshme mes banorëve. Gjesti nuk I kurseu komplimentet ndaj Danjës, duke e ngacmuar hapur për pamjen e saj fizike. Teksa të gjithë po bisedonin në obor, ai e vështroi me vëmendje dhe tha me një ton të sigurt dhe provokues: "Uf, sa e mirë që është kjo Danja. Po të mos kishte të dashur jashtë, do ta kisha kapur unë pa u menduar 2 herë." Kjo deklaratë shkaktoi reagime të ndryshme mes banorëve. Disa prej tyre filluan të qeshnin dhe ta shihnin si një batutë të zakonshme nga ana e Gjestit, ndërsa të tjerë u dukën të surprizuar nga mënyra e drejtpërdrejtë me të cilën ai e tha këtë gjë. Danja, që ndodhej aty pranë, qeshi në fillim, por më pas se shikoi me habi dhe tha: "Hëmë Gjesti, s'të ka dalë ende lojrat me të tjerat që tani pas ke filluar me mua?" Gjesti nuk u tërhoq, përkundrazi vazhdoi të ngacmonte më tej, duke I bërë një tjetër kompliment për trupin e saj. "Jo, seriozisht po flas. Ti ke trupin më të mirë këtu brenda, je më e bukur e shtëpisë. S'po të ngacmoj kot, jam me gjithë mend." Banorët nisën të brohorisnin dhe të bërtisnin: "Oh, Gjesti po sulmon sërish." Ndërkohë që Danja përpiqej të ruante qetësinë dhe të mos binte prej e lojës së tij. Megjithatë, ky moment nuk kaloi pa vëmendjen e banorëve të tjerë, veçanërisht disa prej vajzave që kanë pasur përplasje me Gjestin. A mund të sjellë kjo një debat të ri në shtëpi? A është Gjesti I sinqert në atë që thot apo thjesht po bën lojë për vëmendje? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Filluar. Momente romantike mes Laertit dhe Valbonës, një lidhje që po forcohet, mbrëmja në shtëpinë e Big Brother u mbush me emocione, ndërsa Laerti dhe Valbona patën një moment shumë të afërt që nuk I shpëtoi syrit të banorëve dhe kamerave. Teksa ata ndodheshin në këndin e relaksit, të ulur pranë njëri tjetrit, Laerti e shikonte Valbonën me një buzëqeshje të butë, ndërsa ajo kishte një shkëlqim të veçantë në sy. Pasi shkëmbyen disa fjalë të ëmbla dhe shaka mes tyre, Laerti e tërhoqi ngadalë Valbonën drejt vetes, duke e përqafuar fort. Valbona nuk e shmangu këtë afërsi, përkundrazi, ajo vendosi kokën mbi kraharorin e tij, duke dhënë një sinjal të qartë se po ndihej e sigurt dhe e lumtur në atë moment.
Ndërkohë, banorët e tjerë nisën të vëzhgonin me kuriozitet këtë moment të veçantë, disa prej tyre duke buzëqeshur, ndërsa të tjerë duke përshpëritur mes tyre se ndoshta midis Laertit dhe Valbonës po lind diçka më shumë se thjesht një miqësi. Atmosfera u bë edhe më romantike kur Laerti i dha një puthje të ngadalë dhe të butë Valbonës, duke e bërë atë të skuqej lehtë, por pa e fshehur lumturinë e saj. Ai i fshiu me dorë një fije floku nga fytyra dhe i tha me një zë të ulët, por të ngrohtë: "Ti më bën të ndihem shumë mirë, më pëlqen të jem pranë teje." Valbona e shikoi në sy dhe, duke buzëqeshur me ëmbëlsi, iu përgjigj: "Edhe unë ndihem mirë me ty. Nuk e prisja që këtu do të krijoja një lidhje kaq të bukur." Ky moment nuk kaloi pa u komentuar nga banorët e tjerë, të cilët filluan të pyesnin nëse mes tyre po ndodhte diçka më serioze apo ishte thjesht një afërsi spontane. A është ky fillimi i një romance të vërtet mes Laertit dhe Valbonës, apo thjesht një moment i këndshëm mes dy miq? Mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet marrëdhënia e tyre në ditët në vijim. Momente të ëmbla mes Jozit dhe Olës, një afërsi që po bëhet gjithnjë më e fortë në shtëpinë e Big Brother. Marrëdhëniet mes banorëve ndryshojnë çdo ditë, por duket se Jozi dhe Ola po krijojnë një lidhje të veçantë. Ata kanë kaluar një mbrëmje shumë të afërt, të mbushur me të qeshura, përqafime dhe shikime domethënëse. Teksa ndodheshin në oborrin e shtëpisë, Jozi dhe Ola po bisedonin mes tyre, duke ndarë mendime, kujtime dhe batuta që i bënin të qeshnin me gjithë shpirt. Ola duke e lumtur dhe e relaksuar pranë tij, ndërsa Jozi nuk e hiqte shikimin nga ajo, si për të vëzhguar çdo reagim të saj. Në një moment lozonjar, Jozi e ngriti Olën në krah, duke e bërë atë të lëshonte një ritëm të lehtë gëzimi dhe të qeshte pa ndalur. Ola i mbështeti duart rreth qafës së tij dhe i tha mes të qeshurash: "Jozi, më lër poshtë. Po më bën të dukem si një fëmijë." Por Jozi nuk e lëshoi menjëherë. Ai vazhdoi ta mbante në krah dhe të rrotulloi paksa, ndërsa banorët e tjerë nisën të shikonin me kurreshtje dhe të bënin shaka me ta. Disa prej tyre filluan të bërtisnin: "Shikoni pak, këtu kemi një çift të ri." Ola u skuq lehtë nga komentet e banorëve, por nuk mund të fshihte buzëqeshjen e saj të kënaqur. Pasi Jozi më në fund e uli, ajo i dha një shpull të lehtë në krah dhe i tha: "S'do ta harroj këtë, do ta marrësh mbrapsht." Jozi qeshi dhe iu përgjigj me një ton ngacmues: "Ti vetëm gjeje momentin, unë jam gati." Ky moment i afërt midis tyre nuk kaloi pa u komentuar nga banorët e tjerë, të cilët filluan të spekulonin nëse ndoshta mes Jozit dhe Olës po lindte diçka më shumë se sa thjesht miqësi. A është kjo vetëm një lojë mes tyre apo një ndjenjë që po rritet? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Gjesti i bën një reng rizartës, ajo del e lagur dhe e inatosur me të një skenë e papritur dhe plot humor ndodh në shtëpinë e Big Brother, kur Gjesti, me humorin e tij karakteristik, vendos t'i bëjë një reng rizartës, por situata përfundon me një incident që e lë atë tërësisht të lagur dhe të acaruar. Teksa banorët po relaksoheshin në obor, duke bërë biseda të zakonshme, Gjesti kishte kohë që po përgatiste planin e tij për të surprizuar rizartën me një reng. Ai e pret momentin e duhur kur ajo afrohet pranë pishinës, duke mos dyshuar as pak se do të bëhej viktima e radhës e shakave të tij. Me një lëvizje të shpejtë dhe të papritur, Gjesti e shtyn rizartën në pishinë, duke shkaktuar një zhurmë të madhe teksa ajo bie në ujë. Banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa rizarta del nga uji e gjitha e lagur, me flokët e ngjitur pas fytyrës dhe rrobat që i rëndojnë nga uji. Fillimisht, ajo duket e shokuar, pastaj fytyra e saj ndryshon krejtësisht në një shprehje zemërimi: "Gjesti, ti je i çmendur fare. Si mundet ta bësh këtë?" Ndërkohë që Gjesti qesh me të madhen, duke shijuar reagimin e saj, rizarta e shikon me nerva dhe nuk i besohet që ai e bëri një gjë të tillë pa paralajmërim. Banorët vazhdojnë të qeshin, ndërsa disa prej tyre i afrohen rizartës për ta ndihmuar. Por ajo është tepër e inatosur dhe nuk do të dëgjoj asnjë justifikim nga Gjesti, mendova se do ishte një shaka e vogël. Thot Gjesti, duke ngritur supet dhe duke buzëqeshur. Rizarta, e acaruara deri në maksimum, e shikon me një vështrim kërcënues dhe i thot: "Po prisni se unë do të hakmerem, kjo nuk do kaloj kaq lehtë. Do ta shohësh se çfarë do të bëj." Banorët e tjerë e shohin me kurreshtje situatën, ndërsa Gjesti vazhdon të qesh, i kënaqur me rengun e tij, pa e marrë seriozisht paralajmërimin e rizartës.
Por a do të hakmeret ajo? Dhe si do të reagoj Gjesti kur të vijë momenti i saj?